po menojnë që kurban do të mi qu veç fukaras. Jo, be nuk po qështu. Kujshia i parë, milioner në kuft, edhe pabesimtar në kuft, mos kuft i fesë tonë e heq, madje edhe mos kuft i kombi ton, nacionalitetit ton heq, e ki obligim, kujshijes parë mja quni të zi me mish. Edhe kujshia i parë e ka obligim me pranu me dashurin edhe me respektin më të madhin mishin e kurbanit. Sepse njerëzit për një me janë në hal, si mas asaj që përna vjen, se e hin lagjës ose katunit qosh kërkush s'ja pranon mishin e kurbanit. Ja Allah, nësina për mish kurbani, se nuk pehan kërkush subhanallah. La ilaha illallah. Mos me hangër mishin e kurbanit, do me thonë, me refuzu mirësinë edhe begatin më të madhe të Allahut xhalleshanu. Sidomos po flas për këta të rit, gjeneratat e reja. Se zakonisht nonat tona, motrat tona, gratë tona kanë hall, edhe thujnë, na pe qesum, pe servojmë, pe pregadisum, po se ha kërkosh. Madje me bo me ditë që kemi pregadit mish kurbani, llogaritin qa dit mos me ardhas në shpe, me qëllum me hongër buk, se kish shtinona apo gruja apo dikush kush e ka pregadit bukën s'është me rëndësi, kish shti mish kurbani e s'po shkoj me hongër hiç se s'ha. Pasha Zotin me plot bindje e tham, që kjo nuk është kur gjë tjetër veç dominimi i shejtanit mbi neve. Veç shejtani mundet me ta vonë që të bindje, mos vetlon me hongër me shkurbani. Se s'ko sen ma begati, nuk ko gjo ma begati. Kur njetën ton, nuk kemi hongër diçka ma të bekume, edhe ma të mirë, se mishin e kurbani. Kur njetë. Kur në sofra tona nuk është servu, as nuk servohet, as nuk komu servue, diçka ma e mirë, edhe ma e begat, se mishi i kurbanit. Andaj, mos e refuzoni mishin e kurbanit, o vllazni. E plot raste kem na thirrin telefon, o gjo Allah hile, na u ka të buqa të 2-3 kese se na i ka ardhë mërzi. A kupton? Na i ka pru filoni, e mos nja pranu na ka ardhë morë, na ka ardhë mërzi, e kena lonë që atjen frizë që 3-4 vjetë është, qka me bo me të tash? Qysh me gju? Ka me qu? Pasha Allahin du të mutut, pasha Zotin du të mutut, me refuzu, mos me pranu, mos me hongër, la ilaha illallah, as ma keq, me na ardhë puna, me gjue mishin e kurbanit. Mos të nkohmi, mos të pysum, pse po goditmi pe i fatjetësive tani. Mos pysum, mos të nkohmi, pse po na godosin fatjetësive. Nëse e refuzojmë mishin e kurbanit, nëse e refuzojmë mirësinë e Zotit, nëse nuk e praktikojmë fjalën e Allahut, nëse nuk e ndjejmë shpirt thellë në zemrat tona begatinë e Zotit xhalleshanu, mos ta nkohemi, pse kem smundje. Madje ka mundsi me pos pak me pos sprova, që është në mundshme me pos në krahasim me veprimet që jena të i bo. Se mos me pranu, me refuzu, mos me hongër, me nënçmu, mos me pranu, me e gjujt, mishin e kurbanit është të mërshme. Është të mërshme. Për qëta, edhe shtoza, me momentin që ndohet e ke po ai blektori,
Ai çoboni si ti don kofsht e veta. Për një shit për kurban, nuk ju thet mo delet, nuk ju thet mo lëpt, po ju thet kurbanat. Ha? Me të drejt, familja, del, thet po dal me bleni kurban, nuk thet po dal me bleni kofsh, me bleni dele, me bleni lop, se një dele, një kofsh, një lop, një dash, e blen, kur do, edhe jashtë kohës e kurbanit. Ama kurban nuk mundesh me blej kur dush. Edhe nuk mundesh me prej kur dush. Pra, tjetër trajtim ko edhe kofsha, ko tjetër trajtim. Ko tjetër emën. Madje e thë me bindje. Pasha Allahun, jo edhe gjdo kofshe ja mundëson Zoti mu prej kurban. Edhe kofshës të cilës Allahu ja mundëson mu prej kurban, edhe ajo ko privilegje. Edhe ajo është e privilegjume. Se ka i herë po bohen kështu do hajgore të mira, po do hajgore pa kryp, shkuj një qesin natën e Bajramit kurbonat, edhe thujnë, i mjeri kë nuk e din që nesër nuk është heq. Po i lumi aj, që ja ka mundësu Zoti mu prej kurban. Po.